Në Tetov, kryeministri Kristian Mickovski, shoqëruar nga kryetari i komunës Bilal Kasami dhe ministrja për arsim dhe shkencë Vesna Janevska, morën pjesë në lëshimin e gjimnazit të rikonstruar Kirill Pejqinović. Само сакам да го изразам своето задоволство од ова што денеска го гледаме. За само неколку месеци, навистина силна посветена работа. Për vetëm disa muaj me një punë vërtet të fortë dhe të përkushtuar, ajo që atëherë ndoshta duke e pamundur, sot është e mundur reale. Dua të falenderoj kryetarin e komunës, këshilltarët e komunës së Tetovës që e mbështetën këtë projekt, të falenderoj Ministrinë e Arsimit, si dhe të gjithë ata që ja duan të mirën Tetovës dhe tetovarëve, dhe që gjatë kësaj periudhe kanë qenë pjesë, do të thosha, e shumë projekteve që po realizohen në komunën e Tetovës, deklaroi kryeministri Kristian Mickovski. Ndërsa kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami paralajmëroi vazhdimin e punimeve te salla e vjetër, duke premtuar se do të shndrohet në amfiteatër dhe bibliotekë të re. Sot këtu bashkë me kryeministrin, ministrin e arsimit, ministrin e ekonomisë, deputet dhe funksionarë të tjerë, arsimtar të kësaj shkolle, jemi këtu për të promovuar përmbilljen e punimeve në këto dy objekte të rëndësishme të shkollës së mesme të gjimnazit të Tetovës. Ajo që për dika para 4 muaj duke një iluzion, që duke një premtim i rem parazgjedhor, sot është bërë një realitet. Një shkollë që ka qenë, apo një objekt shkollor që ka qenë një ikon për Tetovën, për një periudhë të gjatë u la në harres dhe po shkatrohej dal nga dal dhe duhej që të jetë angazhimi i kryeministrit Mickovski që ky objekt shkollor sot të ketë këtë pamje të bukur, këtë pamje moderne. Prandaj më lejoni që në emrin tim dhe në emër të gjithë nxënësve që do mësojnë këtu, edhe të qytetarëve të Tetovës, të falenderoj kryeministrin për këtë angazhim të tij për sigurimin e këtij donacioni që ky objekt shkollor t'i kthehet jetës dhe t'ju kthehet nxënësve. Prandaj edhe një herë me angazhimin ton edhe përmes mjeteve që siguron nga buxheti i komunës, nga mjetet që siguron nga përkrajet e qeverisë dhe mjetet nga burimet të tjera, ne po punojmë në përditshmëri, në përmirësimin e kushteve në shkollat tona fillore, shkollat tona të mesme, që nxënësit tanë të kenë kushte moderne për mësim.